A i që shku me jetu në Gjermani? Ja, si javlen. Sa ndajtë në Gjermani? Kom njëtë njerë e konë refugjat 2014, ose u shku kur ka pas nevoj. Cili shkoni profesion që e kështë buti me gjithë qef, nëse të kishar mundësia me ndru profesionin? Unë ku punu edhe në ndërtim, po ku punu edhe me kocka, në për borë, në për asi, po ma shumë që ka shkon mirë me kocka. Ku punu në një film ka qenit këtë janë, vetët ka qenit këtë ku më kalu shumë mirë që me marë mundësia petë të që e film shkej. A u kom punë e lodhshme? Sa rënde këpërjetu të me punu ashtu? Shukon, unë punë e fështirë, po nëse punon e vëllnatë së kur fështirë. Se e le aty? Se dasha pak me ndru profesioni, dolla i pak jashtë. E provova me dollë jashtë, e po që edhe jashtë janë zëkur do firma që gënjën, të mashtrojnë. A ti pas ke jetu edhe jashtë, do me thonë? Jo. A veç ke shku me këshyrë qysh? Në cili vend je konë? Në Gjermani, Francë edhe Belgjikë, se kam pasaportën e Maqedonisë. Në cili vend pëlqaj mas shumë të vetëria? Gjermania. A i që shku me jetu në Gjermani? Ja, si javlen. Sa ndajtë në Gjermani? Kom njëtë njerë e konë refugjat 2014, ose u shku kur ka pas nevoj. Jam konë në Gjermani, jam konë në Stuttgart, jam konë ku punu, Belgjikë, jam konë Francë, jam konë, po mami arri pune këto se sa a gjithë. Atje nuk tjetë kur gjo. Pagat shumë tëllëta janë edhe atje. Konë me grunë? Vetë jam konë. Faleminderit shumë. Ishte knaqësi, jore punë të mbarë, veç që kjo o qara fundit që po interesoj, se o problemi që ose jo besoj shumë një djeve. Po ju ka, po ju të regoj drejtë, ose u kështë kuptoni në sen, po problemi që shumë shpivje po bujnë. Ndaj, popullat, ndaj njerëzve, ndaj njerëzve të martum. Ta cej kalamarët se përshko problemi. Po na këtem prap në temë po mdokët. Ja, po që të më karë, po të ka drejtë. Se ku punu edhe me kushtrimin, është e ditë. Me ata, s'kam raportet kështu, i kam mirë raportet, po gjë mos marveshje, i këna kri. Shumë mirë, me sukses. Faleminderit shumë, ciao. Që këna si, ciao.